Prindërit e maturantëve në Gostivar janë kundër testimit kualifikues për pranim në shkollën e mesme të mjekësisë në Gostivar. Ata kanë parashtruar kërkesë deri tek drejtoria, sektori për arsim në Gostivar dhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës që ky testim të anulohet. Kërkojmë që testi kualifikues për nxënësit me numër të njëjtë të pikave të anulohet, pasi që ekzistojnë mënyra alternative për këto nxënës. Të bëhet rritja e numrit të paraleleve pranë kësaj shkolle ose pranimi i të gjithë kandidatëve me pikë maksimale nëse kapaciteti i shkollës e lejon këtë. Kresë kërkojmë heqjen e testimit të planifikuar dhe shqyrtimin e një mënyre tjetër me të drejtë duke shmangur stresin, shtesë, pakënaqësinë dhe ankesat formale të mundshme nga ana e prindërve dhe kandidatëve. Nga shkolla e mesme e mjekësisë thonë se janë të njoftuar për rastin, por shkolla e ka patjetër të ndjek procedurën ligjore të paracaktuar nga Ministria e Arsimit. Shkollë, jemi të obliguar të zbatojmë anën formale që na obligon Ministria e Arsimit dhe ligji që kërkon, por jemi të mendimit që edhe mund të bëjmë diçka kompromis që të hapet edhe ndonjë paralele e re që nuk paraqet probleme financiare. Këtë kemi pas edhe para 4 ose 5 vjetësh, që një gjenerat ka shku me 5 paralele në gjuhën shqipe, atëherë kanë qenë të gjitha modern medicinale, kështu që si vjet nëse do të bëheshte një mundësi e hapjes, ne e mbulojmë me kuadrin që kemi dhe nuk ka ndonjë problem financiar. Dhe varianti i dytë, pastaj do të shohim se ta 23 që do të ngelin sigurisht do të konkurrojnë në laborant ose në teknik dhambësh, dhe prej asaj pastaj ngelin vetëm 14 nxënës do na ngelin që do duhet përfshihen ose do duhet largohen. I bërkën kërkesën më njëherë pas listës ranguese që doli me 73 nxënës që do t'i nënshtrohen provimit dhe nuk kemi përgjigje akoma. Në takim për të tentuar të gjejnë zgjidhje, sot erdhën dhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por pa rezultate. Prindërit do të presin përgjigje brenda javës, ndërsa nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, prindërit do të vazhdojnë protestën bashkë me nxënësit. Ndërsa në shkollën teknike në Gostivar, numri i paraleleve këtë vit është të ulur për 5 paralele dhe atë 3 në gjuhën shqipe dhe 2 në gjuhën maqedonase dhe turke, sipas profesorit Ekrem Miftari. Kjo është hera e parë që në 31 vjet përvoj pune sa ka ai të ulet numri në këta drejtime profesionale. Ne parapam që në shkollën tonë të gjitha drejtimet të regjistrohen të hapen 21 paralele, diku 535 nxënës. E argumentuar me kërkesën e kompanive, me memorandumet gjithë i dorëzuam dhe në momentin që e shpallën konkursin, pam një zvoglim prej 5 paralele. Do të thonë 16 na janë lejuar konkurs dhe çka është më e keqja, në atë konkurs paralelet në gjuhën shqipe në drejtimin e elektroteknikës u zvogluan. Kjo, do të thonë unë kam përvojë 33 vite në këtë shkollë, gjithmonë teknikë energjetikës, elektronika dhe në kohën e fundit teknikë kompjuterike automatike kanë ekzistuar si profile 4 vjeçare dhe nuk kuptohet elektriqis ose elektromontues i rrjetave energjetike 3 vjeçare. Nga shkolla teknike të habitur me këtë vendim të Ministrisë së Arsimit, ku në treg drejtimet e kësaj shkolle profesionale janë më të kërkuara, ndërsa rreth 55 kompani janë të interesuara për në mënyrë të drejtë për drejtë që nxënësit të përfundojnë mësimin në këtë shkollë profesionale.